Miqtë mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejt për drejt, si çdo mesditë në televizionin më të madh informativ në vend, edhe këtë të hënë të 16 qershorit. Jemi live dhe drejt për së drejti në News 24 për gjithë udhëtarët që nuk duan të humbasin asnjë nga emisionet tona, por dhe asnjë nga lajmet e fundit të ofruar nga Departamenti ynë i Informacionit, jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme, si emision aktualitetit, do të ndalojmë pikërisht tek tema që ka ndezur rrjetin javën e kaluar, shfaqet çuditërisht mbas 7 muajsh, edhe pse kolegët e mi e qarkullonin një video të vrasjes së Martin Canaj dhe për 7 muajsh kishin refuzuar për ta publikuar videon. Publikimi i saj ka sjell një vdekje të dytë për familjen e Martin Canajt. Atje ka shkuar kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, familja e Martin Canaj, nëna dhe babai, por edhe vllai kanë hapur dyert e banesës së tyre për të kuptuar se si e përjetuan ata publikimin e videos. A ka qenë kjo një papërgjegjshmëri e gazetarëve ose konkretisht e gazetarit Përkatës, me të cilin vite më parë kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur është përballur në një zonë të Mirditës, aty ku ndodhi përdhunimi i një vajze 15 vjeçare nga 5 persona. Ky gazetar ishte i shoqëruar pikërisht nga një përfaqësuesi të SRCA-s, që të dy së bashku më pas kanë shantazhuar dhe kanë prekur me dorë kryeredaktorin e emisionit Me Zemër të Hapur, pse ajo kishte shkuar në orët e para të mëngjesit për të marrë një intervistë të familjes së kësaj vajze 15 vjeçare. Ndërkohë që po t'i pyesësh, ata nuk janë në dieni, sepse emisioni Me Zemër të Hapur e ka ndjekur këtë çështje hap pas hapi, kemi nxjerr me foto, me video, gjithçka që përfaqësonin ata 5 persona që përdhunuan 15 vjeçaren. Në fakt, ankesa jonë kryesore ishte tek drejtuesit e asaj kohe të televizionit News 24, të cilët në fakt nuk reaguan për sa i përket punës së jashtëzakonshme që Anila Akmataj kishte në familjen e 15 vjeçares. Në fakt, kjo familje është shpërngulur në një zonë bregdetare dhe babai i 15 vjeçares ka ndruar jetë dhe her pas here këtë ngjarje ne kemi pasuruar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Megjithatë, e para që ka reaguar pas publikimit të kësaj videoje të Martin Canit ku shfaqet e pacensuruar video, është pikërisht Prokuroria e Tiranës që ka marrë masa ndaj gazetarit. Ndërkohë, ndiqni një reportazh, një insert të shkurtër që ka bërë Anila Akmataj, kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, përpara se të ndjekim edhe intervistën e nënës së Martinit, e ndjekim insertin dhe rikthehemi me të ftuarit në studio ditën e sotme. Vrasja e Martin Canit është një tragjedi që ka tronditur thellë shoqërinë shqiptare. Ajo ka nxjerrë në pa problemet e dhunës mes të rinjve, por edhe mangësi në sistemin arsimor dhe institucional. Martini nuk do të kthehet më. Një pasdite e errët në Tiranë, në lagjen e qetë pranë shkollës Fanoli në Tiranë, heshtja e zakonshme u shua nga sirenat e ambulancave dhe britmat e tmerit. Ishte 18 nëntori i vitit 2024, dita kur jeta e 14 vjeçarit Martin Cani u ndërprej brutalisht. Nxënësi i shkollës 9 vjeçare Martin Cani doli nga klasa pas mësimit, si çdo ditë tjetër. Askush nuk do të kishte imagjinuar se atë pasdite ai do të bëhej viktime një sherri banal që kishte nisur në rrjetet sociale. Sipas dëshmive të asaj dite, gjithçka ndodhi për pak minuta. Një rrugicë e ngushtë, një debat mes të rinjve, eskaloi në një akt dhune të pakuptim. Një thik u ul dhe Martini nuk arriti t'i mbijetonte plagëve. Banorët përreth tregonin se skena ishte e tronditse. Slogani se fëmijët duhet të jenë në shkollë dhe jo në morg ishte epiqendra e ditëve të para të ngjarjes. Policia arrestoi një të ri, Mario Përleshin, ndërsa hetimet vazhdojnë për zbardhur gjithçka. Në rrjetet sociale, fotografia e Martinit me uniformë shkolle u shpërnda me një fjali që përsëritej nga të gjithë: drejtësi për Martinin. Por drejtësia nuk do të sjellë më buzëqeshjen e tij në bangat e shkollës, dhe pyetja që mbetet pezull është: se si arritëm deri këtu?
Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Me mua në studio është përfaqësuesi kryesor në fakt i shoqatës së antikorrupsionit, detektive privat, avokat zotin Due Pietra. Përshëndetje avokat, themeluesi i gjykatës së arbitrazhit. Do ndajmë së bashku këtë histori që ka ndërtitur mbar Shqipërinë, por që u rikthye në vëmendje javën e kaluar kur shfaqet videot dhe momentet e fundit të së ndjerit Martin Cani, një 14 vjeçar, i cili ndroi jetë me datën 18 nëntor shumë pranë shkollës Fanoli, në një nga lagjet dhe rrugicat më të qeta në fakt, siç e kishte përmendur dhe kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj. Në krahun tënd avokat do të jetë Eksena Qirici, psikologja jon klinike. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. 19 vite në këtë profesion si psikologe klinike dhe unë falenderoj që je pranishme në studion e emisionit Me zemër të hapur. Kam dëgjuar në fakt deklarata nga qytetarë të thjesht, nga familjarët e Martinit, nga profesionistë të fushës, sidomos të fushës tuaj, që në mënyrën më të turpshme të mundshme, edhe pse dikur kanë qenë pjesë e emisionit Me zemër të hapur, nuk mund të thuash që videoja është bardhëzi dhe aty nuk shfaqet gjithçka, kur familjarët e Martin Canit, siç pretendohet, ishin telefonuar më parë nga gazetarin, ndërkohë që ata e hedhin poshtë, pasi shfaqet video në publik e pa censuruar, dhe këtu besoj se janë në dieni të gjitha institucionet. E para që ka reaguar ka qenë Prokuroria e Tiranës, unë shpresoj të ketë reaguar edhe AMA dhe madje duhet kishim një deklaratë të këtij institucionit të fundit për publikimin e pa censuruar të asaj videoje, dhe kolegët e tu me keqardhje mund të them që videoja ishte bardhëzi dhe nuk shfaqej asgjë, vetëm dora në krahëror e 14 vjeçarit, ndërkohë që nuk është kështu. Ti vetë si e ke parë? Sigurisht është një ngjarje shumë e ndjeshme dhe ta rizgjosh në po të njëjtën mënyrë, sepse kjo video sigurisht kërkon që të rizgjoj vëmendjen e po asaj dite para 7 muaj. Sigurisht është një emocion tronditës, duke u bazuar edhe në ndjeshmërinë që ne kemi parë nga afër të nënës së Martinit. Sigurisht që është tronditse. Për te gjithçka që mban video, pra e rëndësishme është që njerëzit kanë krijuar, pra çdo prind ka krijuar një imazh në mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, dhe duke e dhënë edhe me elemente, pavarësisht se ato nuk janë në ato lloj detaje që ne presim kur ndodh të tilla situata, sigurisht është tronditse emocionalisht. Dhe mendoj që gjunahet e drejtësisë nuk mund të risillen në këtë lloj mënyre për të treguar se si është e vërteta asaj ngjarje. Pra, në kontekstin e prindit, pra prindve të përdrejt të kësaj situate, por çdo prindi që ka një fëmijë përafërsisht në këtë grup mosh, duke parë detajet e kësaj mënyre se si ka ndodhur kjo ngjarje, është tronditse emocionalisht. Pa nuk ka nevojë që të jepen detaje edhe më shumë për të krijuar këtë lloj tronditje emocionale. Pra ne e diskutojmë këtë lloj ngjarje ndërmjet të rinjve në çdo lloj takimi, në çdo lloj trueze, e diskutojmë si një ngjarje e cila është tronditse emocionalisht. Pra edhe ata që nuk kanë qenë vetë për vetë. Dhe sigurisht kjo video e rizgjon sikur ditën e parë. Dhe kjo është... Kështu janë shprehur në fakt edhe prindrit e Martinit, ne do shikojmë pas pak edhe intervistën e kryer nga Anila Akmataj me nënën e Martin Canit. Ato kanë hapur dyert për emisionin Me zemër të hapur dhe i falenderoj publikisht, por kur ka ndodhur ngjarja, Anila Akmataj, ju avokat e emisionit Me zemër të hapur, kemi qenë si qytetar të thjesht në shtëpinë e Martinit dhe kemi parë me sy tan atë çfarë po përjetoi në atë familje. Se sa heroin ishte nëna që nuk nxori kurrë një fjalë fyese apo jo etike në lidhje edhe me bashkëmoshatarin tjetër që ka kryer vrasjen e të birit, se sa mirë ajo foli për shkollën, por sa keqardhje ndjente brenda vetes së saj për mos ngushëllimin edhe të Ministrisë së Arsimit, ndjeheshin keq, por nuk folën kur një fjalë të tepërt, por gjithmonë duke justifikuar ata. Dhe në ato momente, unë në fakt
mësuese Artemidën, mësuesen kujdestare të Martinit, e kam telefonuar, më shpërgjigjur shumë mirë fillimisht dhe më pas kur e mësoj se kush isha dhe çfarë kërkoja, të ndaja kujtime të bukura në fakt me mësuese Artemidën në lidhje me Martinin, që në atë moment ajo i bëri blok numrit të redaksisë emisionit me zemër të hapur. Sepse është vërtet e Unë i kërkova thjesht të ndanim mendime të bukura. Dhe kur doli për herë të parë në publik nëna e Martinit, i thash, mësuesa Artemida po e shikon sepse ajo po flet edhe për ty në intervistën e saj të parë. Presioni që bën media, sigurisht pra qëllimin kryesor e ka për të dhënë të vërtetën. Por në të përditshme njerëzit nuk e duan kaq shumë media, sa çdo media vetë të përfshihet në këtë ngjarje. Pra njerëzit kanë dhimbje emocionale dhe nuk duan që të shkoj përtej asaj çfarë funksioni ka media. Pra nëse dëshiron të përcjellësh një lloj mesazhi, një lloj emocioni, e rëndësishme është të respektosh limitin njerëzor, sepse ekspozimi i tepërt i një dhimbje kthehet pastaj në efektin e kundërt që ka media për ta ndihmuar individin. Se rëndësishme është ta ndihmosh individin dhe në dhimbje ti nuk e ndihmon dot shumë më shumë se çfarë është bërë deri tani. Prandaj është e rëndësishme të tregojmë të kujdesshëm, pra nëse kemi një lloj qëllimi, pra nëse qëllimi është për të shkuar drejtësisë deri në fund, media dhe individi nuk mund të marri përsipër të gjithë të padrejtësi që bëhet në hetimin e vrasjeve, njerëzit që fshihen pas një vrasje nëse është një person apo nëse janë më shumë. Dhe pikërisht njeriu nuk mundet të shfrytëzohet në këtë lloj mënyre në mesazhin e tij. Dhe e rëndësishme është prandaj për të shkuar vijës logjike që ju përmendët që në fillim mësuesja u përgjigj me dashamirësi për të kontribuar dhe pastaj u tëroi sepse... Dhe unë i kërkova të ndani momente të bukura si mësuese kujdestare çfarë mbante mend ajo nga nxënësi Martin Cani. Por me sa duket ajo i bëri një blok. Sepse media e regjistron fjalën e njeriut, duke qenë se njerëzit edhe mësuesit pra janë në presion të vazhdueshëm pra për të treguar një ngjarje kaq të madhe dhe sigurisht mund të thonë fjalë të cilat mund të përshkruajnë një sër gjërash, por media në përgjithësi dhe njerëzit i interpretojnë ato në atë lloj mënyre siç duan. Megjithatë shkolla, Ministria e Arsimit duhet ishin të parat, jo vetëm që kanë përgjegjësi të drejtë për drejtë, por duhet ishin të parat që duhet të shkonin në ngushëllimin e familjes së Martinit. Ato mos më lër të gaboj se kemi qenë bashkë kur kemi folur që në javën e parë që ka ndodhur vrasja e Martinit, me nënën dhe me babain dhe me shumë të afërm të asaj familje. Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur në varrim, e mban mend këtë shprehje. Ato edhe mund të kenë ardhur, se unë kam qenë me pamje të drejtë për drejta kur mësuesja kujdestare me një tuf lule po hypte në një makinë private që doli nga oborri i shkollës, apo jo. Kam qenë me Rovena Cerkën drejt për së drejti me kolegen time. Por ato nuk më mbajnë mend nga varrimi, a ka qenë dikush apo jo. Por më pas askush nuk i ka telefonuar apo nuk kanë shkuar pranë kësaj familje për të biseduar, moshtruar me prindrit e Martinit. Sigurisht ngjarja është e rëndë e vizë dhe sigurisht edhe mësuesit dhe stafi mundohen dhe përpiqen në gjithë të presion të ruajnë një lloj balance. Dhe ndonjëherë kjo lloj balance nuk ruhet ashtu siç duam ne. Dhe prandaj është e rëndësishme që nëse duam t'i japim zë, ka disa mënyra. Media është një mënyrë për t'i dhënë zë, por nuk duhet t'i japim më shumë zë se që është nevojshme. Pra media nuk mund të transmetoj çdo lloj fije emocioni të individit, sepse nuk shërben në momentin e rehabilitimit, atë çfarë duam ne, që njerëzit të rehabilitohen nga këto tronditje, çdo detaj që del në media, sigurisht nuk na shërben. Megjithatë, kolegët e Kronikës javët e para, ditët e para kanë folur që e kanë parë një video dhe e kanë përshkruar me fjalët e tyre për të mos lënduar prindrit e Martinit se çfarë fshihet në atë video. Por publikimi mbas 7 muajsh ka pasur pikërisht në një ditë që po zhvilloi seanca gjyqësore për vrasjen e Martin Canit, sepse babai i Martinit, zoti Ëngjëll, deklaron që ishte në seancën gjyqësore dhe nuk ishte parë asgjë dhe kur ka dalë nga seanca gjyqësore ka parë edhe publikimin e videos. Gazetari pretendon që e ka marrë përpara babain e Martinit, zotin Ëngjëll, por ai deklaron që ma ka marrë pasi është publikuar video. Megjithatë, do ta zgjidhë tashmë gjykata përballjen e gazetarit me babain, ndërkohë që edhe prokuroria e Tiranës avokat ka nisur hetimet për publikimin, por sidomos edhe për shpërndarjen. Kush e ka shpërndarë dhe kush është qëllimi i shpërndarjes së asaj videoje, kur ato pamje që ne kemi parë të gjithë,
tashmë kanë lënduar jo vetëm prindrit e Martinit, por duhet ditur edhe qëllimi përse i publikon dhe që kolegët gazetarë që janë marrë me këtë çështje e thonë ngjarjen sepse e kanë parë, por nuk e kanë publikuar videon. Mendimi jo duke qenë se edhe gjyqi për vrasjen e Martinit Ncanajt, por edhe gjyqet të tjera të ngjashme zhvillohen me dyert të mbyllura për shkak edhe të ruajtjes së etikës. Tani, sipas asaj që shohim, ka diçka që nuk shkon. Pra, nuk shkon te organi akuz, nuk shkon te gjykata, nuk shkon te njerëzit dhe jemi në kushtet kur publikimi i kësaj videje tregon që një gjyq është fars. Pse? Sepse aty nuk është vetëm një person, janë shumë persona. Dhe ai gazetari, pavarësisht se mund të ketë bërë një gabim që nuk i ka mbuluar fytyrat, pra, do ketë, pra ai i ka hap një horizont dikujt që o zotëri, ju po dënoni një person. Këtu nuk është një person, janë shumë persona. Qa fshihet pas kësaj? Gazetari ka marrë një atribut, pra me penalitet, por me zbardh vërtetën. Tani, a kuptojnë ata tjerë se kjo e vërtet do zbardhet, është çështje tjetër. Tani, këto prova që ka gazetari nuk i ka marrë dikon... Po këto prova i kanë pasur të gjithë gazetarët, edhe kanë përshkruar pikërisht atë video, jo. është bërë muajt e parë, javët e para, është nga të gjithë gazetarët që ekziston një video, e kemi parë dhe kanë ndodhur shumë ngjarje. Ekzistojnë shumë video, jo një video. Dhe kjo është arsyeja që gazetari, pra, nuk e din se çfarë ka organi i akuzës video. Ai ka kap një video që janë shumë persona. Dhe tregon që vrasja nuk është bëhe vetme. Po në komunikatën e partë policisë, shumë persona kanë qenë përfshirë, avokat. Janë dhënë me emra. Po dakord, pra, është ndryshme thanë dhe ndryshme e vërtetu. Asnjë nuk e mori përsipër që ta nxjerrte këtë video dhe e nxori një gazetar për t'i thënë drejtësisë, të plasin syt o drejtësi, sepse këtu nuk jemi me një rast. Jemi me shumë. Çiko, në videon e publikuar javën e kaluar, dukeshin një grup nxënësish që futeshin në rrugicën kur ka ndodhur vrasja dhe mënyra se kur kanë dalë. Pra, momenti që ata janë përleshur me njëri tjetrin, nuk duket avokat. Tani, çfarë kërkohet të zbardhet? Kur një grup shkon dhe një grup vjen dhe aty ku shfaqet edhe Martini me dorën zemër. Tani, pra, këtu çfarë duhet zbulosh në këtë? Jemi përpara një hetimi të cilën do ta bëjnë vetëm për organi i akuzës. Por në ligjin 35/2017 thotë që edhe palët, viktimat e veprës penale kontribojnë, vendosin prova në dispozicion të organit akuzës. Me nofta marrim një pikë pyetje që këto prova mund të jenë vënë në dispozicion të organit akuzës dhe organi akuzës ka nejë me duar kryq, ka ndejur fjetër. Pra nuk e ka qu çështjen ashtu si që duhet në gjykat, por e ka qu me një person. Tani, në këtë moment, pra do automatikisht ka diçka që nuk shkon. Dhe unë prenej pa përsis edhe herë, a i gazetari, ashtë tjetër gjë ajo mbyllja e fytyrave, enigma e këto. Por ama, i ka thënë ditën e qytetarëve shqiptarë, që këtu nuk po jepet drejtësi. Dhe në qoftë se do t'jepet drejtësi, që ku ke edhe këtë video, se gazetari nuk ja vend dispozicion videon, duhej avokati viktimës, në qoftë se ata kanë marrë avokat, duhet të dorëzonte dokumentat, videot dhe gjitha ato video që janë të shpërndame, edhe video të tjera që i kanë bërë privat në ato momente. Sot, se cili ka një telefon, dhe kjo mund tjetë në 20-30 variante kjo video. Mund të ketë kap shumë gjana. Pra që i mbetet organit të prokurisë që ti mlel këto video dhe të arrini një konkluzion se kush është dhe si ka ndodhur vrasja. Sipas logjikës tënde, avokat, atëherë pse Prokuroria e Tiranës nisi një procedim penal po do ta nisin në momentin që ka një kallëzim penal ose ka një deklarim, prokuroria është detyruar me nis. Dhe unë po të them që është një sakrificë e atij gazetari dhe çdo lloj gazetari që vend dispozicion video të tilla dhe veprime të tilla që organi i prokurisë mund t'i fshehin ose kërkon t'i fshehin. Ne jemi gjithë shqiptarët e dim që çfarë po ndodh me atë situatë.
ato hetime nuk kanë shku në drejtimin e dorë, kanë shku në drejtimin e cunguar. Çka do thotë që ata donë që të marrin, Hetimet të cunguara sjellin edhe gjykimet të cunguara, thoni ju. Normal, dhe dënimi do jetë i vetëm. Dhe çka do thotë i vetëm, sepse vepra penale për cilën ai mund dënohet, është minimumi dhe maksimumi është 12. Shiko çfarë do të thonë prindrit e Martinit në lidhje me kërkesën e tyre për ta parë videon. As nuk e kemi kërkuar për të mos penguar hetimet, për të parë një video, edhe pse kishim dëgjuar nga kolegët tuaj që ekziston një video edhe për mënyrën në fakt se si ka ndodhur vrasja e Martinit, ato e shpjegonin me fjalën e tyre, por ne si prindër kur nuk e kemi kërkuar për të mos cënuar hetime, por dhe prokuroria as mbrojtjes tonë dhe as neve si prindër nuk na e kanë pasuruar nuk është një video, janë disa video. Dhe ata familjarë thonë për një atë video që ka organi akuzë. Pra, duhet thënë që çfarë videot kanë depozitu, Pra video gazetarit do përballet me videon që ka prokuroria. Pra, ti thua janë disa, nuk është vetëm një. Nëse video e prokurorisë, pra e ka marrë gazetari dhe në momentin që mund ta marrë çdo person, qoftë viktima, qoftë të tjerët, nënshkruaj nën përgjegjësinë e tyre që kjo video nuk do publikohet. Dhe vetëm këtu përban vepër penale kur ke nënshkruar një dokument që nuk do të bëhen publike dhe nuk do jepen dikujt tjetër. Kuptova. Atëherë, nëse gazetari ka marrë një video dhe ai gazetari nuk ka çfarë me i bë asnjë njeri që ka nxjerrë një video që ku ka marrë burimin e din gazetari investigativ. Dhe nuk është ajo video që a marrë në prokurori ose është ajo. Çka do thotë që nëse ka nënshkruar me deklaratë që nuk e publikoj dhe e publikon, a vepër penale. Okej, mirë, faleminderit avokat, sepse do dëgjojmë shumë nga nëna e Martin Cani. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë për dëgjuar intervistën e koleges time, kryeredaktores e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, me nënën e Martin Canit, të gjitha këto në pjesën e dytë dhe të tretë të këtij emisioni. Mbas hapësirës së parë publicitari, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe në këto momente ju ftoj të ndiqni intervistën e zhvilluar nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj me njëherë pas publikimit të videos së javës kaluar në ambientet e shtëpisë Martin Canit, 14 vjeçarit të vrarë me datën 18 nëntor 2024. Nëna e tij ka dhënë një intervistë të gjatë, ta ndjekim në këto momente. Sot është disa ditë pas transmetimit të videos e cila u bë tashmë publike dhe u pa nga të gjithë dhe nga opinioni publik. Në orët e para të mëngjesit kemi komunikuar me familjarët e Martinit dhe me babain në këtë rast, zotin Ëngjëll, ku na ka pritur sot në banesën e tij dhe do të ndajmë një bisedë sa njerëzore aq edhe prekse lidhur me ndjeshmërinë dhe impaktin që ndikoi kjo video tek nëna kryesisht, tek zemra e një nëne, por edhe tek zemra e babait. Zonja Florina, përshëndetje. Faleminderit që na pritët sot. Përshëndetje, faleminderit ju. Unë faktikisht ne kemi qenë që në orët e para të ditëve të para të ngjarjes, edhe për këtë më vjen keq sepse edhe pse ka kaluar disa muaj, prap nuk gjejmë dot fjalët për ngushëllim. As nuk i gjejmë dot, ju ngushëllojmë juve dhe t'ju japim forcë. Por kemi qenë së bashku me emisionin Me Zemër të Hapur, me stafin, me avokatën, psikologun dhe visin bashkë, kemi qenë së bashku dhe kemi ndar lotët, dhimbjen edhe gjithçka tjetër. Edhe ne si gjithë gazetarët e tjerë do donim të ishim zëri juaj, por ju mirë kuptuam në dhimbjen tuaj dhe ju mirë kuptuam shumë edhe në atë plagën e rëndë që po kaloni dhe atë periudhën dhe bashkë komunikuam që do të jemi në komunikim dhe në transmetim në një moment të dytë kur ju të jeni pak më të qetë. Them drejtën, u detyrova të vij në familjen tuaj për shkak të impaktit dhe asaj çfarë ndodhi me ju, emocionet tuaja të brendshme pas transmetimit të videos të ngjarjes. Ju si nën e dhat një deklaratë dhe treguat pak a shumë se si jeni ndier atë ditë. Le ta nisim kështu. Çfarë ka ndodhur me familjen e Martinit kaq kohë pas ngjarjes? Faleminderit për gjitha këto që më thej dhe ne një dhimbje shumë e madhe. Me thënë drejtën, unë prej kohësh isha me ilaçe depresioni, e natyrshme besoj kuptohet dhe pak nga pak, ta kthejmë dhimbjen forcë, pa pritmas, u shfaq një video që ne
nuk e dimin dhe ishte momenti mesdite, do më thonë, kur unë e Henry, do më thonë që merremi jo në me lexim libri, jo me, do më thonë, me shkrim, me gjëra, do më thonë që Henry të hec para, po të largoj pak vëmendjen. Edhe kur pa pritmas erdhi një telefonat nga Elida, që e falenderoj shumë, me thënë drejtën, dhe e keni parë videon. U befasova se gjithmonë se mos është në video, dhe me thënë që e kemi parë, dhe nuk... me thënë drejtën ishte një emocion shumë i lartë, një tronditje psikologjike shumë e fortë. Kështu e përjetova unë të paktën. Bashorti... Ishit atë moment në shtëpi? Ishim vetëm unë, Bashorti dhe Henry, ne të tre, po. Rina, përpara se të kalojmë tek kjo ndjeshmëria juaj, ju gjithkohës jeni asistuar nga psikolog apo jo, si ju edhe djali edhe Bashorti për të dhënë ndihmë për situatën që keni kaluar. Keni arritur t'ia shpjegoni djalit që Martini nuk është më? Po, Henryt kam arrit t'ia shpjegoj edhe ajo ka kuptuar dhe e di tashmë që Martini nuk jeton më. Por ne mundohemi që ta marrim pranë, domethënë me kujtimet, me fjalët e tij të mira, me gjitha gjërat e bukura që Martini kishte, edhe Henry të dy ashtu jemi, domethënë, hera herës. Herë lumturohemi, herë qeshim, herë shajm, domethënë kemi ato ngritje dhe uljet tona emocionale si unë dhe Henry, por ai tashmë e di. Kishit parë më përpara këtë video, ju ishte vënë në dispozicion të paktën juve si prindër? Jo, ne si prindër jo, sepse unë kur kam shkuar dhe në seansat gjyqësore, do më thonë, çdo gjë është me dyert mbyllura dhe duhet të respektuar disa etika, do më thonë, disa ligje, disa rregulla që ne duhet të respektojmë, ose edhe kur unë, do më thonë, gazetarët apo mund t'jenë edhe më të informuar se sa unë, edhe kur kam dhënë intervista, kam qenë rezervuar çfarë është thënë, do më thonë, në sallën e gjykatës, por gjithsesi çdo kush e di vetë, do më thonë, çfarë mund të flasi, edhe çdo kush e di vetë, do më thonë, përgjegjësi që mund mbaj. Faktikisht asaj kohe dhe gjatë gjithë kohës që ju keni dalë në transmetim apo keni dhënë deklaratat tuaja, keni thënë se ju e keni transmetuar në fakt si prindër një lloj fisnikrie, qytetarie, kulture që përfatkeqësisht në vendin ton, por dhe në shumë vende të tjera të botës ndonjëherë kjo merret për dobësi. A kanë pas një komunikim prindrit e autorit në këtë rast me juve? Kanë tentuar gjithë këto muaj? Jo, as nuk kanë tentuar dhe si do të silleshim ne, sepse ne kemi humbur, do të thonë, dritën e syrit, kemi humbur gjithçka, më thon drejtën, dhe e kemi humbur edhe sensin e jetës. Ne po mësohemi me dhimbjen, edhe çdo buzëqeshje ime apo është, do të thonë, buzëqeshje me dhimbje. Nuk është asgjë si kur ishte më parë, por gjithsesi besoj se këtu ka humbur sensin njerëzor. Edhe nuk e imagjinoj dot, do të thonë, edhe këto janë disa gjëra që të çojnë, do të thonë, se edhe unë të ndjehem jo shumë mirënjohëse edhe sepse ne i dham shumë shanse. Ne tham që kjo tragjedi na ndodhi të dyve, do të thonë. Po gjithsesi kur njëra palë reflektohet dhe tjetra jo, edhe ne që ishim, do të thonë, në një gjendje shumë më keq, sepse ai fëmijën e ka, do të thonë, një jetë, nëse kemi. Ai duhet të ishte i pari që duhet të reagonte, duhet bashkoheshim me dhimbjen tonë, edhe ndoshta gjërat ishin ndryshe. Po kështu ne ja lëm drejtësisë, kërkojmë drejtësi edhe duhet dënimin maksimal. Unë dua të bëj një pyetje, por kjo pyetje që do ju bëj unë është ndoshta edhe jashtë etikës së gazetarisë. Nëse do të ishit ju në vendin e tyre, çfarë do të bënit ju si prindër? Me thënë drejtën, unë do kisha marrë burrin, djalin e vogël, do kisha shkuar te familja dhe do thoja që ne po jetojmë në një jetë të rëmujshme, sepse kështu është, me thënë drejtën. Çdo gjë ka ndryshuar dhe edhe do kërkoja falje. Ndoshta nuk do të më falin, ishte tjetër gjë ajo, varet, do më thonë, te gjithë secili, personaliteti gjithë secilit, por unë do kisha shku dhe kisha thonë, unë jam këtu, unë ndodhi, unë të kërkoj shumë falje me gjithë burrë dhe me gjithë djalin e vogël, Martinin ja loj drejtësisë, edhe kjo do ishte. Ju thatë se keni ruajtur gjitha rregullat që duhet në zbardhjen e një hetimi apo një ngjarje. Jeni
përplasur dashur pa dashur në sallat e gjyqit me palën e djalit që kreu krimin? Po, jemi takuar, po do më thënë shkëmbim me fjallësh nuk kemi pasur, sepse ne kemi avokatin tonë që flet, do më thënë, për aq sa ne, do më thënë, kemi informacion dhe dime dhe unë u bën 2-3 herë që nuk shkoj, do më thënë, s'ka marrë pjesë në seansa gjyqësore, se nuk po e përballoj dot emocionalisht, se edhe kanë qenë këto seansat më të mitur, do më thënë, edhe vendosa mos shkoj. Por edhe aty nuk kemi pas, do më thonë, në fjalë, do më thonë, edhe shofte edhe një falje, sepse me thonë se ne ndodhi dhe as aty. Vjen keq për këtë. Ju më thatë që e morët vesh lajmin e videos nga dikush që ju njoftoi nëpërmjet telefonit. Çfarë bët? Emocionet ta shumë forta, do më thonë nuk arrita që ta shikoj videon, edhe nuk e kam parë videon. Me thënë drejtën, se sa po e hapë burri, do më thënë, sa kam pa Martinin që ishen të dy bashkë, ndjeva shumë keq. Edhe nuk arrita, do më thënë, që ta shikoj deri në fund. Patjetër, është një plag e gjallë akoma edhe... Duhen respektuar disa gjëra, unë me të vërtetë e kam humbur edhe e kam pas Martinin dhe kam përcjell për mbanisë fundit, por kur plagat hapet her pas here është shumë e fortë. Ka mënyra të ndryshme, mund ta sjellim vëmendje edhe në forma të ndryshme, besoj, nuk duhet prek asnjëri, as gazetarin, asnjëri, por kemi forma shumë të ndryshme, por sepse thash edhe pak më parë janë disa rregulla që duhen zbatuar, pra përderisa janë me dyert mbyllura, ne duhet të respektojmë ato, ose atëherë nëse është publikuar kjo video, çfarë duhet majmë ne të mbyllur, përse mos ta dinë gjithë çfarë po ndodh. Edhe gjykata duhet jetë në dyert të hapura përderisa videoja bë publike. Vjen keq që ju janë hapur sërish plagët edhe po e përjetoni një gjë të tillë. Sensibilizimi publik ka ndodhur. Martini e kishte ndërtuar emrin vet, pavarësisht se disa prej tyre si njerëz të më publik nuk e kishin njohur, po tashmë me ngjarjen që ndodhi ai u bë i njohur tek të gjithë. Për Martinin ka procedura dhe mënyra nga më të ndryshme për ta sjellë në fokus dhe në vëmendje. Ju keni ndërtuar apo jeni duke projektuar një muze, me sa dieni kam nga fjalat që kam bërë me bashortin tuaj, kam biseduar që po e bëni këtu në... Po, me thënë drejtën ideja i ka bashortit, sepse unë nuk perceptoja dot më shumë këtë periudhë kohe dhe ma shprehu si ide edhe e biseduan dhe vendosëm që ta bënë. Me thënë drejtën është diçka e bukur. Kështu e kemi menduar ne që Martinin ta majmë pranë me kujtimet e tij, edhe vllai Henri, do të thonë, paktën gjejmë pak qetësi apo ngushëllim. Sepse jeta është sprovë shumë e madhe. Jeni duke pritur vendimin e lezbardhjen e ngjarjes. Çfarë mendimi keni ju deri tashmë për procedurën e gjithë hetimit, pa dhënë detaj dhe pa cënuar asgjë që ka të bëjë me zbardhjen dhe me provat? Nuk e di se këto mund të marrin kohë, edhe ne, do më thonë, ndjeshmëria ime është shumë e lartë edhe unë du që të marrin sa më shpejt, do më thonë, se kush do të ishte në vendin tim këtë donte, por gjithsesi ne po i ndjekim edhe unë do respektoj, do më thonë, afatet edhe do shkoj përsëri. Çfarë ka ndodhur me ju, me institucionin, me shkollën në këtë rast, me drejtoreshën, me të gjithë personelin që ka qenë dhe është prezent në atë shkollë? Ka pas një reagim pas gjithë këtyre muajve të kësaj ngjarje? Me thënë drejtën jo, edhe nuk jemi shumë të rënditur edhe për këtë pjesë, sepse Martini ishte nxënësi i asaj shkolle, nga klasa e parë deri në klasën 9. Nuk kanë ardhas, nuk e di arsyen sepse ishte, do të thonë, një orar që me të vërtetë i përkiste edhe shkollës, por edhe ne, si prindër, po kur e qof fëmijën në shkollë, është shumë i sigurt, besoj, unë është prendi dytë. Florina, ju patjetër që pas gjithë kësaj ngjarje keni pas komunikimin tuaj me Luisin, me familjen e tij apo jo? Keni zbuluar ju në gjithë këto muaj diçka që nuk është bërë publike, që mund të jetë shumë intime mes të rinjve,
diçka që mund të ketë ndodhur disa ditë më përpara ose disa kohë më përpara? Me thënë të drejtën, e dim që sheri, dhe më thënë, për të dy djemt ka filluar nga dita e premte, edhe ka përfund... Me thënë të drejtë, unë kam shumë dyshime. Po, në vetën time dyshoj, por nuk mund flasë me hipoteza se dyshimet e mia. Le të themi, flasim me zemër të hapur, cilat janë dyshimet tuaja? Çfarë dyshoni? Përderisa kaloj, dhe më thonë, kash tragedi, dhe më thonë, marrin në një jetë, besoj se xhelozia apo konfliktet e moshës, besoj, ndonjë shikim, do një mburrje, dhe më thonë, apo gango, unë jam më i forti, unë të vras, apo të bëj, apo së me të vërtet aty arriti. Pra, ju po thoni që xhelozi lideri? Besoj po, sepse Martini ishte lider, ishte i bukur, i kishte gjitha të mirat, do më thonë, edhe kishte dëshirë që ta shprinte edhe me tjerat atë që kishte. Edhe besoj se kjo xhelozia është çike frikshme këto moshat e fëmijëve, dhe besoj se kanë kaluar, do më thonë, konflikt edhe fati, po, këtë mendoj unë. Po. Pas transmetimit videos ju dhat një deklarat, dhat një dëshmi. Dua të bëj një pyetje, ku e gjeni forcën që t'jeni një nën kaq e butë me një zemër kaq të thyer dhe të vrarë? Me thënë drejtën, Martini, unë jam tepër, dhe me thënë, si ta shpreh, jam tepër e fort, me jap shumë fort sepse ai ishte me të vërtet fëmijë që rrezatonte. Ishte fëmijë i buzëqeshur, i shembull, dhe me thënë... Dhe të duket sikur po të sillesh keq? Jo, nuk duhet, dhe me thënë që po të sillem unë keq, dhe me thënë, duket sikur e mërzis ose e humb, dhe me thënë, sepse ai ashtu ishte me të vërtet. Ishte fëmijë i qeshur, i brisht, i bukur, kishte gjitha të mirat. Edhe unë nuk du që, sepse ai këto i kishte marrë tek ne, sepse ne ishim të dy, dhe me thënë, që arritëm, edukuam, por fati i keq, dhe më thonë që na shkoi jeta edhe fati jon i Martinit rreth parë, po edhe ne, sepse ne kemi dhimbje shumë të madhe. Edhe kjo besoj është tepër e trisht. Ju keni marrë mjetet e Martinit pas, a keni marrë celularin e Martinit, aparatin celular? Celularin akoma se nuk është vendos, dhe më thonë, nuk ka përfunduar gjyqi dhe akoma se kemi marrë. Kemi marrë çantën, ka qenë tronditse edhe ajo ditë, por gjithsesi jeta ime kështu do jetë, më thonë. Vështira, po. Po, unë uroj që të gjeni forcë tek vetja juaj dhe për t'i dhënë forcë edhe djalit tuaj, se dhe ai është në një moment delikat dhe normalisht kërkon mbështetje, për kujdes, po dhe ju keni nevojë për kujdes psikologjik, pse jo, edhe për le të themi një lloj pozitiviteti nga njerëzit dhe nga gjithë ata që kërkojnë të... Me thënë drejtën, Martini që kur ishte i vogël, 5 vjeç, 6 vjeç, filloi duke shkruajtur me shkrimdore, ishte shumë i përpikte dhe unë mirësha shumë me to, se unë isha në shtëpi. Edhe shkruante shumë, dhe më thënë. Ka një ditar Martini? Kemi plot, dhe më thënë, gjërat veta. Po, nga që do të bëjmë muzeumin poshtë dhe di kalojmë gjitha sendet e Martinit aty, edhe aty dhe vind të shofim. Po, ka gjëra plot, Martini. Mirë që kujtimi ti të jetë mes jush po dhe po, por të jetë mes gjithë atyre njerëzve që tashmë e njohën, edhe na ekrani, edhe pse se kishin takuar fizikisht. Po, edhe unë jam falenderuese për gjithë shqiptarët anë në banku, do që janë, sepse Martini tashmë është bërë pjesë e gjithë familjeve shqiptare, nuk është pjesë vetëm e imja, dhe kjo ngushëllon në të vërtet shumë, sepse është gdhendur në çdo familje me Martinit. Dhe dy pyetje të fundit, cili do të ishte apeli jot për këto ngjarje si puna e transmetimit të videos dhe trishtimi që u soll sërish tek juve, pavarësisht se ai nuk është dukur asnjëherë, dhe në qoftë se do doni të jepni një mesazh për të mos u tronditur sërish nga ngjarjet të cilat ose nga veprimet të cilat ju bëjnë, ju dëmtojnë ju, cili do ishte mesazhi juaj? Unë dua që dhimbja ime mos të hapet her pas here, me thënë të drejtën, edhe duhet kenë kujdes me jetën e dikujt tjetër, duhet futen në lëkurën e atij që ta kuptojnë se sa dhimbje ka,
edhe duhet jenë kujdesshëm në gjitha fjalët edhe hapa që hedhin, besoj. Ju kanë kërkuar, do me thënë, ju ka ardhur një ndjes juve për këtë, pavarësisht se gazetarët, mediat, të gjithë kolegët e mi janë përpjekur për mirë, ose kanë luftuar bashkë me zbardhjen e ngjarjes dhe kanë qenë zëri juaj, krau juaj, kanë qenë me ju çdo ditë. Ka ardhur një kërkesë fale, qoftë dhe njerëzore? Me thënë drejtën bashortit po, por unë jo, kam nitur pak larg, dhe me thënë asaj pjesë, po bashortit po. Mënyrë private. Falenderoj shumë edhe uroj që të gjeni forcë që ta përballoni në vazhdim këtë ngjarje të rëndë që ju ndodhi juve dhe pse jo të përcjellni siç po përcjellni çdo ditë mesazhe të fuqishme nga prindër të lënduar për shoqërinë civile dhe për shoqërinë e sotme në të cilën ndodhet vendi jon. Shumë faleminderit ju. Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit pas një interviste të gjatë marrë të nënës së Martin Canit, 14 vjeçarit, të vrarë nga një bashkëmoshatar i tij me datën 18 nëntor shumë pranë shkollës Fanoli, kishin lënë orën e mësimit dhe kishin vajtur për të sqaruar sepse ditën e premte po emisioni me zemër të hapur nëpërmjet dëshmisë shoferit të furgonit, i cili nuk ishte shoferi i furgonit që e merrte dhe çonte Martinin, ditën e premte kishte parë që një i rritur, duhet ta theksoj për të disa të erë, po ndante dy fëmijë, midis tyre ishte dhe Martini. Pra i rrituri ishte thjesht për të ndarë ata dy adoleshent, Martinin dhe një person tjetër që shoferi i furgonit nuk e njinte. Her pas here ku familjarët e Martinit apo edhe të Luiz Meçes nuk shkonin për t'i marrë dy fëmijët, Luizi dhe Martini udhtonin me furgonin dhe shoferi i furgonit e ka parë të shqetësuar dhe ka treguar momentet e fundit të Martinit ditën e premte, pasi kur ai kishte vajtur ditën e hënë, kishte parë që gjithçka kishte ndodhur dhe nuk dha detaje në lidhje me ditën e hënë, sepse është keq kuptuar dhe është deformuar nga të gjitha portalet pas një lloji censure dhe duke deformuar dëshminë që shoferi i furgonit ka thënë. Kam parë një të rritur i cili me sa duket ka dhënë dëshminë e tij edhe në prokurori, por edhe në procesin gjyqësor në seancat gjyqësore, që Martini po grindej me një bashkëmoshatar tjetër që shoferi i furgonit nuk e njinte dhe një i rritur po i ndante këta dy të rinj. Por po ky person ka deklaruar të paktën në gjykatë dhe në prokurori që sherrre të tilla ndodhnin shpeshherë në rrethinat e shkollës Fanoli. Atëherë, avokat, ndalojmë pak bashk, shiko, në rrugën tonë të gjithë bëjmë gabime, por kur gabimin e justifikon me një gënjeshtër të madhe që ke telefonuar babain e Martinit përpara se të publikoje videon, kjo pastaj lë për të dëshiruar dhe për të nënkuptuar që diçka ti po fshe në punën tënde si gazetar, sepse edhe babai i Martinit, por dhe nëna e tha që ne e kemi parë videon dhe askush nuk na tha që po e publikojmë. Sepse edhe në momentet e para, kur prindrit e Martinit me njëherë pas varrimit kanë dhënë interviste, kanë dhënë po këtij gazetari, se ne të paktën si redaksi, unë, Anila, Eksena, avokatët, nuk kemi mundur dot të shkojmë me mikrofona dhe me kamera në shtëpinë e Martinit, po kemi shkuar thjesht si qytetar dhe ta mbështesim atë familje dhe t'i japim me sa kemi mundësi. Shumë më vonë, pastaj, kur ka ndodhur protestat, prindrit kanë kërkuar të jenë pjesë e emisionit, siç normalisht edhe tani pas publikimit të videos së javës kaluar. Thash, me gazetarin kemi eksperiencë që ka prekur me dorë midis dy kolegëve shumë e rëndë. Aq më tepër kur mbështetesh edhe nga përfaqësues të CRSA-s në rastin e 15 vjeçares në Mirdit, e cila ishte përdhunuar nga 5 persona. Pse Anila kishte shkuar përpara se të merrte intervistën po i njëjti gazetar. Avokat, jemi këtu. Nëna ta tha, do me thonë, kushdo që tjetë motivi, të paktën ne të ishim vënë në dieni kur kjo familje të kishte hapur dyert, është dhënë në mënyrë private edhe ndjesa. Ndjes për çfarë? Në qoftë se do jemi në logjikën e asaj që ti thënë në pjesën e parë të këtij emisioni, që ka pasur një qëllim të cilin nuk e kanë nxjerr kurrë. Ne jemi në Shqipëri dhe ne, çdo qytetar shqiptar, sot e sheh me syt e vet se çfarë veprimesh po ndodhin lidhur me mediat.
Pra 30% ose as 30, për 10% e medjave janë pra të nërshme dhe ruajnë standardet europiane. Nërsa media tjera, ne kemi të parë gazetar mashtrusa, gazetar që bëjnë për lek, kemi këta gjithata analistat pra e 30 viteve në Shqipëri, që janë kokëra mashtrusave që bëjnë veprime nga më të ndryshmet. Sot me të majtë e nesër me djatën, sot i del kundra, ma vonë i del pro, pra jemi, pra e këdim tani, me këto ftyra ne sot jetojmë në Shqipëri. Pra në qo se hap televizorin, të njëjtit analista janë aty, njëjtit analista atje, njëjtit analista në për televizore, vetëm shkojnë që u japin lek për veprime, por në interesa të njëjtën politikë, avokat dhe të njëjtët analist, normalisht. Alo, përshëndetje. Jam e mësuesen e Martinit, të shpresojmë që zonja Artemida të përgjigjet paktën, të ndaj kujtimet e saj dhe të bëjmë disa pyetje, sepse edhe familja e Martinit kërkon një shpjegim. Në numrin e redaksisë emisionit na ka blokuar mësuese Artemida. Kemi kërkuar që ajo si mësuese kujdestare të na jepte kujtimet e fundit, disa detaje në lidhje me Martinin, si ishte ai si nxënës, besoj se edhe si nën, por edhe si profesioniste, mësuese Artemida duhet të kishte gjetur një mënyrë për të komunikuar për nxënësin e saj dhe kështu edhe familja dhe zemra e prindërve të Martinit nuk përgjigjet, do të aprovojmë her pas here. Avokat. Adena, përsa i përket këtyre fakteve, pra a fut biznes, pra qoftë mediat elektronike, qoftë shkruara, a fut një biznes i keq dhe nuk do me ditë fare se çfarë problemit i sjell veprimi i një gazetari, një familje në rastin konkret, ose në familje të tjera. Pra, gazetari nuk e sheh në aspektin njerëzor, e sheh në aspektin të interesave ti për të marrur klikime, për të marrur lek, për të marrur e kthen pradhimjen e tjetrit në lek për veten e vet. Tani, jemi shumë dakord që këto veprime nuk bëhen. Kush e ka përgjegjësinë e këtyre, automatikisht që ama është ajo institucioni që kryen këto veprime. Nuk i kryen asama. Jemi në kushtet kur çfarë do të bëjmë sot? Ne jemi krejt koshient, para 10 ditësh, 36 doganier u morë masa, u arrestu 19, pra me urdhër të spakut, dhe asnjë nga mediat shqiptare nuk arriti ta publikoj, ta jap një informacion të tillë. Po pse pra? Sepse jemi vetëm gazeta juaj me sa duket ka bërë një shkrim. Vetëm antikorrupsioni nxori sepse pra ja, dhe në këto kushte, pra nuk mund të bahesh i pasur me rrezikun që i ka nëllë një tjetërit, shumë e rëndë. Dhe nuk ka asnjëri që mund të ngrit biznesin e tij mbi rrezikshmërinë e tjetërit. Shiko, gazetaria ndoshta të ngres shumë lartë mbas një farë kohe dhe mbas lajmeve bombastike që je, por po ka që poshtë të hedhë në qoftë se bën gabimin më të vogël, por të paktën të jesh njerëzor dhe të mos e justifikosh gabimin me gënjeshtër. Kjo është çështja avokat. Sepse prindrit thonë që nuk kemi qenë në dieni përpara, se ndoshta po ti merrje për prindrit përpara dhe ta diskutoje me ta levertia si e prindërve të Martinit, ashtu edhe mbrojtjes së Martinit, me publikimin e asaj videoje ndoshta mund të çonte përpara procesin gjyqësor që është duke zhvilluar, por kur procesi gjyqësor është me dyert të mbyllura për shkak të etikës dhe informacioneve të klasifikuara dhe kur prej muajsh që në javët e para të vrasjes së Martinit, kolegë me reputacion në media thonë që ne e kemi parë, por nuk e publikojmë dhe kanë përshkruar me fjalët e tyre se çfarë ka ndodhur, atëherë kush është interesi pas 7 muajve që të dinim të paktën? Të tregoj disa momente që në gjithë botën funksionon. Pra, policia, hetusia, detektiv privat marrin një risk. Çfarë do thot risk? Risku është që do bëjmë një vepër penale, po do ta bëjmë, do ta dënoj vetin një vit e gjys. Do ta thyej këtë banesë. Do hyjmë ren dhe të marr këto prova që mi mëjnë të fshehura.
Pra, është sakrificë e një detektivi privat për të realizu këtë. Në rastin konkret, edhe gazetari investigativ, edhe çdo njeri tjetër, për të marrë një provë, e ka të pamundur, pa bën një vepër penale. Pra, e merr këtë risk për veprën penale dhe i thot atij shteti, zotëri, unë tani e bëra këtë, për këtë më deno, për këtë tjetrën zbardh situatën. Megjithatë, ligjet në vendet e tjera avokat, një gazetar investigativ është që do shkosh në prokurori, do shkosh në gjykat dhe do referosh që je duke bërë një investigim dhe ka procedura pastaj të cilat në raportimin tënd me organin e hetimit kryet edhe investigimi yt pa i publikuar vetë në mënyrë personale. Gazetarin bas ligjit duhej që ka zbulu një provë dhe komunikon me viktimin ose avokatin e viktimës e i thot, unë kam një provë. Du që këtë provë t'ja dërgon një prokurist ta venin dispozicion. Në qoftë se ka hezitu avokati viktimës dhe prokuria ka hezitu për ta marrë një provë të tillë, gazetari fare mirë e bën publike. Dhe nuk ka vepër penale për gazetarin se bani publike një vepër, por është vetëm thjesht. Ne po themi për gazetarin investigativ në botë, që shkohet në prokurori dhe i nënshtrohet procedurave të prokurorisë. Në qoftë se prokuria pranon këtë video, ban një marrëveshje dhe i thot organi akuzës, këtë video nuk duhet ta nxjerrësh pa lejen tonë. Pra, bëhet një marrëveshje dhe në nënshkruan ai në momentin e depozitimit. Pa nisur, qëllimi, shkon dhe raporton që unë dua të investigoj filan çështje dhe të gjitha rregullat duhet i ndjekësh dhe duhet të komunikosh vazhdimisht me prokurorin. Unë jam në aspektin që ky gazetar ose çdo lloj gazetari që ka zbulu diçka që nuk shkon në organin e akuzës, dhe organi i akuzës po devijon. Po në bashkëpunim me familjen edhe me mbrojtjen. Jo, fare, nuk më interesojnë fare familja së kërkush. Më intereson thjesht për sa i përket mbylljes së ftyrave tyre. Po. Pra, mos të duken se kush janë. Por ama videon e ban publike në një kohë. Po me sa duket qëllimi këtu ka qenë për të shfaqur fytyrat. Kush janë personat që duken atë video? Nëse ka qu gazetari në prokurori dhe prokuria s'ja ka marrë parasysh, ja ka qu avokatit viktimës dhe avokatit viktimës nuk e ka marrë parasysh, gazetari këtë ka ndorë. Publikimin. Por ama duhet e kuptoj logjikën tënde, po prokuroria e Tiranës nuk do kishte nisur hetimet avokat. Duhet të kishte bën këto, e nisë dhe e pushon edhe e mos fillon, nuk ka rëndësi fare se ç'a bën. Rëndësi ka që jo, nëse ishte përfshirë, kështu si thua ti, edhe prokuroria, atëherë nuk do kishin hapur hetimet. Nëse gazetari i ka vënë dispozicion prokurorisë këtë video, të cilën gazetari investigativ ja ka vënë në dispozicion avokatit viktimës apo viktimës, sepse kjo del që sikur ka bisedu me prindët, po ka bisedu pasi e ka publiku videon, e kupton? Sepse ky ka zbulu diçka, ose mund të ketë edhe një video tjetër më të rëndësishme gazetari. Dhe gazetari ka bërë këtë provën e parë, por jo pa i bërë këto veprime. Kodi i procedurës penale i ka caktuar veprimet cilat janë të lishme, cilat janë të palishme. Por në qoftë se do arrini në përfunimin që do zbarte diçka kjo video, për menimin tem, gazetari është sakrificë e ti. Ndonë se vepra penale mund të ekzistojnë. Nuk themi, por ama, këtë do me zbulu diçka. Dhe mund të ketë një video tjetër që thot, ja kam vend dispozicion organit akuz dhe s'ma ka marrë. Qartë. Ishe i qartë avokat, leti mbetet tashmë prokurorisë të Tiranës me hetimet që ka hapur dhe paralelisht edhe me gjyqjen e Martin Canit edhe çfarë do ndodhi me Mario Porllesha dhe dënimin e tij, do shikojmë edhe çfarë do ndodhi me prokurorinë në lidhje me hetimet që ka hapur, që shumë mirë ju e justifikuat duke thënë që edhe mund t'i pushoj këto dhe nuk është çudi kjo avokat se jetojmë në Shqipëri. Ndërkohë, Eksena, rrëfimi i ndjer i nënës, si ishe pas kaq shumë kohësh që nuk ishe komunikuar me të? Se në ato momente... Sigurisht që po, edhe erë në parë ka treguar një lloj përmbajtje në dhimbjen e saj. Po. Edhe pozitive, si që shprehu me të drejtë, pra një buzëqeshje në dhimbje. Se dhimbja është e madhe. Dhe sigurisht edhe sot e vërtetoj
se si mund të shpreh një person në mënyrë edhe pozitive dhimbjen e tij dhe përpiqet në vazhdimsi të bashkjetoj, pra ta ngushëlloj veten në mënyra të ndryshme që këtë dhimbje të bëhet pjesë e jetës dhe ta përballoj pa e vënë në dilema të mëdha në raport me ekzistencën, sepse e cilësoj dhe vetë që vjet në pikpyetje kuptimi i jetës dhe ekzistenca, vazhdimësia e njeriut kur dhimbja është kaq e madhe. Sigurisht ne sot po dyshojmë mbi qëllimin e veprimit të shumë profesionistëve të ndryshëm, qoftë gazetarisë, po qoftë dhe të drejtësisë, nëse veprimi i tyre, bazuar edhe në kuadrin ligjor, e përmbush atë qëllimin njerëzor. Dhe nëna e shprehu që qëllimi i drejtësisë, e cila është më e madhe se sa vetë një rast, për nënën nuk i ka shërbyer. Thjesht i ka ngacmuar traumën dhe hapja e kësaj traume, e këtij ngacmimi emocional të madh. Po, të kërkoj ndjesë Eksena sepse linja do kaloj në studion e informacionit për lajmet më të fundit, fjalën e psikologës e ndiqni në YouTube. Bashkë mirupafshim. Pasi kaloi linja ofruar nga Departamenti i Informacionit, përfundimin e komentit të saj të psikologës tonë klinike prej 19 vitesh Eksena Qirici, e përfundojmë bashkë Eksen dhe do ketë mundësi publiku dhe teleshkuesit ta ndjekin në YouTube. Dhe pikërisht, pra kjo drejtësia e munguar në Shqipëri e ngushëllon një individ, pra një traumë individuale, sepse i gjithë qëllimi i kësaj ngjarje është vendosja e drejtësisë për të ngushëlluar këtë lloj dhimbje të madhe, qoftë personën e familjen e prekur, por dhe shoqërinë, pra për të shpresuar në një lloj sigurie. Dhe në këtë moment, sa ndihmuese është ky lloj ngushëllimi, sigurisht për nënën në këtë lloj interviste nuk është se është optimiste. Pra nëna ka menduar së bashku me familjen që ngushëllimin e saj për këtë dhimbje ta trajtoj ndryshe, pra si që sa me të drejta ajo, pra t'i japi një formë ndryshe. Nuk është vetëm gazetaria ajo që e trajton të drejtën e një dhimbje njerëzore. Ata kanë vendosur që të kenë një muze, që të thotë që po përpiqen që të ruajnë imazhin pozitiv të fëmijës së cilën nuk është më. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për t'i shkohet sa më afër nevojave njerëzore, jo të përmbushet si sa me të drejtë, avokati përmbushet interesa personal, pa janë disa interesa njerëzor, të cilët duhet të jenë mbi gjithçka që ofron çdo profesionist. Pra, kjo video a e mbulon interesin njerëzor dhe interesin e dhimbjes së nënës? Kjo është e rëndësishme, të mos shfrytëzohet për t'i dhënë drejtësi, që me të drejtë kjo video mund të nxjerrë në parë që kjo ngjarje është me më shumë se një individ, me më shumë se një të mitur. Dhe sigurisht kjo është çështje e drejtësisë, por nuk është çështje e dhimbjes, e ngushëllimit të dhimbjes së nënës. Dhe kjo është e rëndësishme për të ndarë. Pra, sa mbulon një veprim, pra qëllimi një veprimi, qoftë një gazetari, qoftë një juristi, qoftë një person të drejtësisë, sa mbulon qëllimi i tij dhimbjen që nëna e ka dhe do ta ketë tërë jetën e saj. Në mes rreshtave dhe në komunikimin e nënës, unë pash që heshtja vret. Pra heshtja e institucioneve, si shkolla, Ministria e Arsimit e ka vrarë shumë familjen e Martin Canit. Pse? Ja, unë po e tentoj edhe njerë mësuese Artemidën, për ta kuptuar që më ka blokuar në këtë numër të redaksisë, të shpresoj të përgjigjet.
Nga WhatsApp-i është e vërtet që... Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Artemida, unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24 dhe si mësuesja kujdestare Martin Canit, kërkonim të ndanim disa momentet bukura të Martinit me ju, si mësuesja kujdestare. Faleminderit, më keni marrë dhe herë tjetër dhe përgjigja ime mbetet e njëjtë. Nuk ke një fjalë për t'i thënë nënës dhe babait Martinit, sepse heshte e ka vrarë në këto 7 muaj. Ju lutem. Mundet të më thoni diçka në lidhje çfarë nxënësi ishte Martini? Edhe pas këmbguljes, ja ku e tha edhe zonja Artemida që unë këmbgul disa herë për t'i marrë disa kujtimet bukura dhe nuk e kuptoj pse mësuesja nuk i ndan këto kujtimet e një nxënësi. Çfarë ka për të thënë? Sepse tani na shtohet edhe dilema çfarë lloj nxënësi edhe fëmijë ishte Martini. Kjo e rëndon pra më shumë. Kur të gjithë flasin që ishte një fëmijë dhe një nxënës dhe një futbollist i shkëlqyer. Tani mësuesja nuk thot dy fjalë. Kur ajo duhet ishte me mua ulur në këtë tavolinë. E vërtet që ky lloj refuzimi për të shprehur... Ne nuk duam për ngjarjen, ne duam thjesht për Martinin. Vë në pikpyetje, sepse ne ndoshta edhe për shkak të mungesës së drejtësisë jemi bërë qoftë si njerëz, por qoftë edhe si profesionist tepër dyshues dhe një dyshim i cili po na dëmton më shumë se po na jep vlerat për të shkuar të vërtetës deri në fund. Duke e parë edhe në këndvështrimin e terrenit të përgjithshëm, pra ajo çfarë shoh unë si profesioniste tek mësuesit, pra tek shkolla. Sigurisht shkolla ka një presion. Vetëm mësues nuk ka në Shqipëri. Për te kësaj, sepse duke fokusuar pra në analizat negative dhe gjërat që nuk shkojnë në Shqipëri, vazhdimisht i themi dhe ndonjëherë kur dalim në përfundim na duket pak pesimiste. Por për t'i dhënë një shpjegim pak edhe më kuptues terrenit në Shqipëri. Pra terreni në Shqipëri është i vështirë. Së më sistemi arsimor që mendoj që është në krizën e vetë më të madhe në raport me figurat e mësuesit, në raport me figurën e edukimit, e arsimimit. Dhe gjithë ky presion që mësuesit kanë pikërisht, sepse ne kemi diskutuar dhe në emision më parshëm që sot është bërë e vështirë, pra kemi teorinë e të fortit, pra do të thotë që çdo mësues ka në terrenin e tij ngjarje të kësaj natyre, që ndoshta nuk kanë marrë këtë lloj. Po të thuash dy fjalë për nxënësin tonë? Çfarë kujtime, ndaj një kujtim me të? Është e vështirë sepse gjykohen, pra Evis, pra mësuesit e kanë të vështirë të shprehin, pra qoftë një të vërtetë, për të cilën ne po e kërkojmë vazhdimisht sepse duan që të ruajnë pra një lloj reagimi që mund të gjykohet nga ata si mësues. Mësuesit sot janë shumë të gjykuar, me të drejtë siç tha dhe avokati që a janë mësues. Pra shumë profesione sot në Shqipëri për shkak të mungesës së vlerave njerëzore dhe profesionale dhe etike. Se ja kërkova në emër të prindërve, nëpërmjet këtij emisioni kishte shumë mundësi i përcillte diçka publike prindërve. Por pa duhet ta shohim dhe nga këndvështrimi i tyre që ka një presion të vazhdueshëm dhe sidomos në kontekstin e medias dhe jo çdo profesionist është i aftë që në kontekstin mediatik pa të shprehet në atë lloj mënyre sa të informojnë mbi atë çfarë ka ndodhur. Në qoftë se unë them heshtja vret, të paktën prindrit e Martinit kanë menduar ta mishërojnë atë për gjithë publikun, për gjithë dashamirësit, për gjithë shqiptarët, për gjithë shqipfolësit që mundet të vinë dhe të kenë një muze ku do shfaqen kujtimet më të bukura. Këtu më vjen mirë që Martini ka lënë pas shkrimet e tij, ditarin e tij, rrobat e tij, fotografi pafund sikur ta dinte që fundi i tij do ishte shumë i shpejt. Sapo kishte lulëzuar. Është shumë e rëndësishme sepse japim dhe një mesazh në diskutimin sot që bëjmë edhe në raport me rolin prindëror. Mishërimi në muzej, ide shumë geniale. Dhe të na ofroj pra një prind në dhimbje, të na ofroj një alternativë se si të përballosh dhimbjen, pra vetë prindi e jep këtë lloj mesazhi. Kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, qoftë si profesionist, por qoftë dhe si prindër. Faleminderit Eksena, avokat, ke diçka të fundit për të thënë? Jo, unë them që vetëm thjesht që të vënë dorë shteti mbi to, paktën mbi shkollat, nuk është problemi që të ruajnë nxënësit, por të zgjedhin mësues dhe jo zgjedhin njerëz partijak që shkojnë me promovu vetin nëpër shkolla. Pra këta nuk janë mësues.
E kuptova. Faleminderit avokat, faleminderit dhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme. Jepni mendimin dhe opinionin tuaj në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur. Aty përveç komenteve në lidhje me temën e ditës, kjo është faqja jon e Facebookut, automatikisht kalohet edhe në faqen tonë të Instagramit. Keni mundësi të denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje, duke marrë mendimin e specialistëve tanë sigurisht. I keni të gjitha mundësit, mund të telefononi në numrin ton fix dhe në atë celular, mund të shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Me njëherë redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Faleminderit njëherë për denoncimet e shumta që ju sillni pranë redakcisë emisionit Me Zemër të Hapur, ndërkohë që ju që nuk jeni përdorues i rrjeteve sociale, dërgoni letrat tuaja, sidomos letrat të shumta na vijnë edhe nga burgjet, por që doni të vini dhe fizikisht pranë zyrave tona, mund të vini në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë, emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Klikojeni sepse për herë të parë ka reaguar edhe mësuesja kujdestare e Martin Canit dhe refuzoi të fliste disa kujtime të bukura nga nxënësi i saj, që ndroi jetë me 18 nëntor, shumë pranë ambienteve të shkollës Fanoli në kryeqytet, shumë pranë edhe prokurorisë së përgjithshme. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditën e vijim. Deri atëherë më takofshim.